si që ndodhi e gjithë situata me presidentën dhe nuk e pati si propozim zyrtar? Në fakt mjaft është presidenti Osmani ka sqaruar, do të thotë këtë pozicion, shumë qartë. Normalisht Kosova është ballafaquar me politikat e cilat në aspektin e një cilësimi real do të ishin shumë politika primitive. Të kemi inatin mes barzëve të institucionit për çështjet që ka të bëjë etike për vendin dhe për çështjet që janë me interes strategjik për vendin, është e pakuptueshme dhe njeri nuk mund të akceptojë në asnjë moment caktuar. Prandaj ajo që duhet të theksohet në këtë rast është se Kosova ka nevojë për riafirmim pozicionit të vet. Dhe këto zgjedhje kanë rëndësi jetike që të thuhet e vërteta. Kemi të bëjmë me një të vërtetë dhe kemi të bëjmë me një propagandë. Dhe Lidhja Demokratike e Kosovës është e vërteta në kuptimin e plot fjalës për t'i adresuar gjitha këto problemet. Kosova nuk e zhvillon propaganda. Kosovën nuk e zhvillon mashtrimi. Kosova nuk mund të ecë përpara me politika të cilat nuk targetojnë me interesat strategjike të vendit. Prandaj, në këtë aspekt, Lidhja Demokratike e Kosovës çdo ditë po i demaskon politikat të cilat janë bllokimit, stagnimit dhe do të arrijnë sukses shumë, jemi të bindur që të akceptoj edhe elektorati i vendit dhe qytetari i Kosovës se ku është interesi i vendit dhe ku është interesi i qytetarit.